Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A keni pa disa njerëz në fillim gruaja ka respektu edhe fëmijët e kanë respektu, pastaj ma vonë dal nga dal ka fillu me hup respekti i gruas edhe i fëmijëve te baba i tyne. Gruaja e ka ndëgju, e ka respektu, nuk ja ka kthy fjalën, e ka nderu, është çun kam për ta në atë aspektin e respektit, e tjerë. Me kalimin e kohës ka fillu me ja kthy fjalën, ka fillu me kundështu. E vladët nuk kanë respekt për ta. Ky ka qenë vetë burrit dikur i rrept, ka vendos vetë, nuk e kanë prish fjalën, urnin, vendimin atij. Pastaj ka fillu ky vetë me u tërhek, me u përul, me ndjen ndaj tyre një çfarë frige, mos më ja u kthy shumë fjalën. Pse lind pyetja? Pse këta po e kundërshtojnë? Çka u bën? Ky deri dje ishte dikush që zguxoi kush me uni atij. Të nderuar vëllezër dhe motra, nga ajo mund të ketë shumë sebepe tjera, unë po du me thonë një. Nga ajo që kam pa të disa njerëz, për fat keq, një prej sebepeve që e bie këtë situatë që mashkulli i zoti i shtëpisë, burri, ai që është shtylla e familjes, mos me guxu me uni prej gruas vet, mos me mujt me marr vendime, me kundërshtu gruaja dhe vlat, mos me respektu as mos me dash ndoshta gruaja dhe fëmijët e vet, është gabimet, fajet që i ka ai në veten e vet që familja nuk ja di, turpët që i ka bo ai, marrët të cilat i ka bo ai, jashta shtëpisë e familja nuk ja di. Por vetë ju Allahu e ka ul autoritetin atij njeri para antarëve të familjes për shkak të atyre turpeve që i ka bo ai jashtë shtëpisë. Çka kam për qëllim me fjalën turp? Fillimisht edhe ja pika ky që është zinaja, amoraliteti. Ka shku në moral të huj, ka prek në nder të huj, qoftë ka fol, ka shiku, edhe në për internet, në për sene, gjërat të cilët nuk i takojnë Allahun e rujt, një besimtarit, një muslimanit, ose një muslimaneja. Edhe kështu deri dje sa o kona i pastër në vetën e vetë, i ndershëm, sen, kur ka fol, ju kanë, mos tham tash ju kanë tut në atë aspektin se ky pe myt ku e di. Po e kanë respektuar, se e ka merituar respektin. Ka qenë një njeri që në familje fjala e tij është ndëgjuar dhe nuk është kundërshtuar. Fjalët e tija kanë qenë të qelluara, kanë qenë të pranuara të antarët e familjes, të grujat e, ja që më nuk po ndëgjohen. Nuk është se ata din diçka për ta. Mirë po ai ka fillu me lëshu pa me u bë si pul në shtëpi vet, mos më uni fort, pse sa Allahu azza wa jall ja ka thu dhullin, nënçmimin, humbjen e respektit para antarëve të familjes për arsye se ka bërë gjëra të cilat nuk i takojnë një muslimanit me i bë. Mon kemi raste të tilla, prandaj njerëzit të cilët janë faqebardh nuk friksohen prej askujt, se nuk kanë të msheft në veten e tyre gjëra të cilat po të dalin në publik janë turpshme, se kanë atë gajle. Ai është faqebardh para gruas, para djalit, para vajzës, para babës, para vllaut, para motrës, para gjithëve. E njerëzit të cilët janë të kundërtën e kësaj, atëherë vetë ju humb respekti dal nga dal të antarët e familjes, edhe të gruaja, edhe të djalit, edhe të çika. Këshilloj veten edhe ju këshilloj juve që Allahu të na ndihmoj. Luteni Allahun, bëni sinqert me Zotin, që Allahu të na ndihmoj të mos bijem në mëkate të durkshme e as në mëkate të mshefta. As në mëkate të mshefta, se edhe askush nëse nuk do t'i di, mjafton t'i di Allahu. Dhe herët avon respekti ka me të hup autoritetin deri dhe stakfirullah ki mu bahor para Allahut. Asesi mos u mashtroni me faktin se Allahu ja u ka mbulun një herë, 2, 3, do ja u mbulej gjithmonë. Yawma tubla sarair. Ka marrë dita kur Allah ka përmend Kur'an që kret të fshehtat ka mi qitë në shesh. Do të mjaftoj e ditë edhe nëse në dunja nuk na dalin ato turpe në shesh, mjafton dita e kiametit për të marrë vesh njerëzit se. Prandaj nëse kem bën gjëra të tilla, të shpejtojmë me pendim.
nëse nuk e mban, ta lutim Allahun që të na ruaj. Ja Rab, Allahu na udhëzoftë, na falte, na mëshiroft. Zoti ju ruajt të dukshmen dhe të msheftën e juaj. Allahu ju bëft faqebar në dunja dhe në ahiret. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.